Канувам Артан Садику. Fala, Slavče, ja imam dosta pokratan govor. Hajde pra. Hajde ti themi mjaft padrecis më të madhe sociale në Evropë. Hajde të luftojmë bashk dhe në solidaritet për shoqëri të denjë për të gjithë antarët e saj. Mundemi dhe i kemi patjetër ta mbrojmë shoqërinë nga vjedhja e orkestruar, nga sulmi i klasave më të lëndueshme dhe nga sulmi ndaj të varfërve. Hajde të luftojmë për ardhmërinë të cilën ka vend për të gjithë. Hajde të kthejmë qeshjen në fytyrët e miqve tanë, në fytyrët e kojshit tanë, ta kthejmë buzëqeshjen e fëmijëve tanë, në fytyrat e bashkëqytetarëve tanë dhe në fytyrat e miqve tanë. Politikat e kësaj qeverie çdo ditë e më shumë mbi shpinën e të varfërve dhe i privilegjojnë sa më shumë më të pasurit. Megafon dhe. Dhe i privilegjojnë më të pasurit. Hajde të ndërprejmë këtë padrejtësi, të padrejt jo njerëzore dhe jo popullore. Hajde të ndalojmë egzodin masovik të rinjve nga ky shtet, duke kërkuar projekte produktive dhe jo fasada dhe statuja të vdekura të projektit Shkupi 2014. Hajde të ndërprejmë bizniset kriminogjene, premtimet e rrejshme dhe blamazhat me investimet e jashtme. Hajde të vendosim të ardhura minimale të denjshme për çdo shoqëri në këtë shtet. Hajde të sigurojmë arsim dhe shëndetësi pa pagesë dhe të qasshme për të gjithë. Hajde të kthejmë shtetin social i cili u humb në biznis lavirintet e partisë në pushtet. Hajde t'i kundërvihemi bankrotimit të përgjithshëm shoqëror, të cilin kjo qeveri i a pregadit shoqërisë duke u huazuar sa më shumë çdo ditë. Hajde të sigurojmë shtëpi të ngrohtë dhe ushqim të denjë për çdo familje në këtë shtet. Hajde në mënyrë solidare dhe aktive të hapërojmë së bashku përpara ardhmërisë sonë të përbashkët të cilën bashkë do ta ndërtojmë. Partitë kleptomane në pushtet, parimin e drejtësisë sociale, që është në kushtetutën e këtij shteti, e hodhën matanë. Mirë po qytetarët, sot e ndjejnë dhe e vërejnë që kjo padrejtësi duhet të ndërpritet. Dhe ata dalin dhe i mbushin rrugët për çdo ditë më shumë. Hajde do të bashkohet në çdo iniciativë për drejtësi sociale. Hajde! Hajde pa, se zalaga za socijalna pravda. Принцип кој е во нашиот устав, но клептоманските партии го сведоа на безгласно слово. Но, граѓаните се уште се држат за тој принцип, основен на нашето општество и наследство на нашата национална историја и борба. Затоа граѓаните секој ден и се повеќе ги полнат улиците и се спротивставуваат на таквите политики и бараат социјална правда. Ajde, Rodi! Ajde, Begane! Ajde, Rodi! Rodi, Begane! Rodi, glisi stranete! Ajde, Ајде да кажеме доста е на најголемата социјална неправда во Европа. Ајде да се бориме заедно и солидарно за општество на достоинствен живот и еднаквост на сите.
Можеме и мораме да го одбраниме општеството од оркестрираната кражба, од нападот на најранливите и сиромашните. Ајде да се бориме за иднина во која има место за секого. Ајде да ја вратиме на сметката и среќата во лицата на нашите браќа и сестри, комши и пријатели, сограѓани и деца. Политиките на оваа власт се повеќе маваат по грбот на сиромашните, а се повеќе ги привилегираат најбогатите. Ајде да прекинеме со оваа неправедна, нечовечка и ненародна политика. Ајде да го запреме масовниот ексодус на младите од државава и да бараме продуктивни проекти, а не трошење на народни пари во мртви фигури, статуи и фасади на проектот Скопје 2014. Ајде да бараме прекин и да кажеме доста е на криминалните сделки, лажни ветувања и бламажи со странските инвестиции. Ајде да воспоставиме минимален, достоинствен приход за секој граѓанин во оваа земја. Ајде да осигураме бесплатно, квалитетно, јавно образование и здравство пристапно подеднакво за сите во оваа држава. Ајде да ја вратиме социјалната држава, која се изгуби во лавиринтите на партиските и владините бизнис интереси. Ајде да му се спротивставиме на општиот стечај, кој оваа власт му го спрема на народот со неодговорното и енормно задолжување. Ајде да обезбедиме топол дом и нормална исхрана за сите семејства во Македонија. Ајде солидарно и активно да чекориме политички напред од нашата иднина која заеднички ќе ја градиме. Ајде!